lagosht të mbeti vrima. Bandi, bandi, kandi, randi, rofte qoftë Zululandi, a do qumësht apo lau, Komarica vjen vërdau. Bandi, bandi, kandi, randi, rofte qoftë Zululandi. Përshëndetje miqtë dhe mikesha. Ky është Albano Bogdo. Punon me mua 9 muaj. Sot dhe legjenda. Në këtë mbrëmje të fundit të kësaj jave e premte sa emocion që kam. 19 qershor 2026. Le ta them unë, le ta them unë. Është ndër i madh, kënaqësi të kemi në studio zotin Taip Nermeti. Tasim. Se nga shashua. Albano, për shkak se qershori është një muaj i veçantë, do të themi dhe special, sepse përkon me një ngjarje të shënuar për shqiptarët, me genocidin Çam, me eksodin Çam, përzënjen e tyre nga tokat, nga shtëpitë e tyre, dhe ajo faktikisht shkon me datën 27 qershor në Klogjer, një përkujtimore për këtë rast, por për këtë dhe të tjera... Ne kemi ftuar Tasimin që s'ka qenë asit ditë në Çamëri. Nuk ka punuar në Greqi. Asit ditë s'ka qenë. Po ka punuar në Greqi, s'ka qenë. Jam rasti këtu, unë e kam shkel me këmbë ato, nuk e kam lexuar nga romane nga këto. Jo, unë kam qenë në Greqi, kam punuar në Greqi. Vete do të qenë? Vete nga Mali. Vete nga Mali. Vete nga Mali. U binde provokator, se edhe regjizori dyshon se ti nuk shkon në Greqi. Më tha mua, ai nuk shkon në Greqi. Ja, u binde. Bile... Pa bile fare. Dhe në 30 tetor do kemi lajme të mira. Filloj, ajo... Ushtallar punuan të ti me paralizën faciale, filluan... Dhe në 30 tetor, si pas asaj që kemi thënë, janë gjetur format se si do vritën. Ja, forma është kjo. Presidenti, më falë se në presit të sjarë, se me që përmëndet e vetë, ka kaluar një paralizë faciale. Po si të erdit? Mos është munges kujdesin nga na jote dhe ja bë tyre? Këtu janë shumë faktor. E para stresi, nga rkesa që kam. Pas stres. Pastaj edhe ushtallarët ndoshta kanë bërë në gjithë të voglet ata, sepse ata kanë marrë një vendim të tillë. Ju ushtallarë dhe ushtallesha, po unë do i sfidoj me besimin në Zot, ngulën mirë në mendje. Po morën e mua u shkatura për vetë tuaj. Kam një pyetje për zotin president. Po jo, një sekond, mos ka ndikuar në shëndetësi fakti që keni, si që pranuat herën e kaluar, disa vite pa i hapur digat e... Pa bërë seks dhe... Bëj një pyetje të mirë njeri. Se Nikon dhe ose akumulohen ju e ta e të shpretor se... Armite jashtme të brendshme duan të asgjësojnë, ai po ta shpjegon. Do të them tani unë, ndoshta që kështu mund të them ti jam siç jam i vërtet. Në pjesën mua seksuale, më ka se moru sallar që para 7 vite. E kanë tredhur. Më kanë tredhur, po në forma ndryshme, jo me biçak më kështu. Iku, e more të përgjigje? E dyta është kjo. E treta është kjo, tjetra. Tjetra është kjo që pasi mbaruan me pjesën seksuale, pastaj filluan duke qenë që i pamshëm ose punë agronit, ne na ruan Zoti, mos që si jemi kinga tre, të pamshëm. E duan të më shëmtojnë, duan të shëmtojnë. Ja si buza e shtremërës, kjo syri këtu. Se ti kshu je ylli bukur të merr qafë. Për te asaj, sepse në fund në armitë e jashtme bëshëm këtë punë kanë. Shoku Enver nuk doli jashtë shtetit vite vetëm se mos e... Problemi gjithë është që si do të vazhdoj kjo puna e Çamërisë edhe në protestën që ashtu vetëm një 2-3 parulla pastaj sikur u harruan fare. Tani, politika shqiptare, ose ata njerëz që ka vënë politika shqiptare se punë e shpëtimit Idrizit në krye të çështjes Çame. Se akoma është shpëtimi Idrizit. Po, po e ka futur frigoriferin i Rama. Se si funksionon kjo? Kur hap frigoriferin Rama i thotë shpëtim shtyll çik të mani bir? Ku ka kohë të hapë, merr ka kohë di Rama të merr ka mbyllën frigorifer atje. Ku merr një ujë të ftohtë? E ka me kod ku ta hap nga jashtë di Rama. Çfarë thon Mondi? Me kod. Ç'a kërkon? Pse është veshur me të zeza Tasimi? Me të zeza janë veshur sepse në respekt genocidit Çam, që është 82 vjetori në datën 27. Po kemi gjëra tani janë mirë. Unë shikoj që edhe kjo protesta që bëhet tani këtu, unë nuk kam marrë pjesë në protestë, por sa çuna i kam çuar, do në vend ata nuk i kam peguar. Unë tani e shikoj që kjo protestë mendoj që është një protestë kombëtare, e cila jo pa qëllim ndërkombëtare për të qenë, ndërkombëtare se ka dhe të huaj që vinë. Është e vërtet me kombëtare, është kombëtare për mua, shikoj në aspektin më gjerë. Po lër të flasë ajë. Shikoj në aspektin më gjerë dhe shikoj që djemë të rinj dhe vajzat e reja
Janë të rinj. Të rinj të tij dhe më vjen mirë se foli vetë për vajzat e re. Është e koordinatuar. Edi Rama do largohet nga pushteti. Si kanë Edi Rama na Po pushtet. pse ma ata thon Rama në burg, Berisha në burg. Le tani mos e merr. Çfarë thon ata edhe një herë, më fal? Ora ata tani aty mos Si kjo që thon për në burg të dy si thon? Në burg ata. Kush thon Rama? Ata janë dy Rama sallar. ku thon? Ata janë dy sallar që menaxhojnë Ma këto. thoj pak si e thon shprehen. E mos ngatrohen aty, nuk e mazë goja mua ata tema. Pse Rama në burg, Berisha në burg? thua llafin e tjerëve, po e thua ti. Po nuk e them jo është Po sa frikë madhri. Nuk është punë frikës tani, unë vajta votova atje, non grata që thonë që Berisha, non grata. Çdo të bëj Rama, Ai vota ime që thash, e mori mesazhin Donald Se Trumpi. ti ke byth të thuash Rama në burg, Berisha në burg. Ka punën. Çfarë the? Rama në burg, Berisha në burg. Ke ka byth burg, të thuash? them? Po. Rama në burg, Berisha në burg. Thuaj edhe puna jote, puna jote ajo. Ky ka byth. Unë them për shpëtim i Idrisit në burg, Edi Rama, fute e brenda. Fute dhe atë. do të fili për vete, Ata fute e brenda, s'ka më punë me vëllezërin shqiptar. Fili për vete. Parullat janë kështu të tilla, kemi informacionet e fundit se edhe ne kemi ato informacionet tona. Patjetër. Rama në burg, Berisha në burg, Tasim Mehmeti me vrasje po jo me elmim. Me plumb, me gjak. Jo, me vrasje pak nga pak, si kanë filluar. Jo, e kanë filluar nga tredja, i bërë paralizim parciale. Më bëjnë hero. S'do të bëjnë hero këta. Këta mund duhet të sipata pa bish. Torturojnë, torturojnë. Duan që të harrohet nga historia. Po si mund të harrohet nga historia? O njerëz, dëgjoni mirë këtë. Unë pranoj vetëm që jam i psikopat. Jam ish me disi. E kupton? Po janë ato që akuzojnë tjerët po i plat. Unë i them vetë. Kaq llafi. Unë i them vetë. Pse thua kështu? Zënë president. Për kohën që kam qenë periudhën time, unë kam punuar fort unë agron. Po, e di. Edhe kam në ca gjurmë. Kam në ca gjurmë. Kur ke qenë një vërdall ra niveli ndërkombëtar i veçanërisë me 86% euro. Në gjithë botën i thonë ujë me gaz. Por në Shqipëri thonë glina, sepse ajo është trashëgimi familjare. Brez pas brezi nuk ka munguar tryeza shqiptare. Glina. Publicitet mondi. Të tjerave, që në momentin që unë ka marrë 2 certifikata, do thashja, por ajo që më ka merë di shumë ashtu me fjalë, ti përpara disa ditësh i ke dhënë, ose më saktë, ke emëruar zënës president të UFO-ve dhe alienve, edhe gjithësisë qaj ke... Jo, Alfred Çakon, po, jo, se zënës ai. President i Republikës Çamarisë. Ti je zënës... President i Republikës Çamarisë, ai për UFO dhe alienët. UFO dhe alienët, inteligencë artificiale. Po mirë, më falë, një sekundë. Tani goni zëvënës i Alfred Çakos. Prita një sekundë tani, sepse mua më ka shkruajtur ai dhe unë ndihem i fyer. Thot, ju bëj me dije se zëvendës presidenti i UFO-ve dhe alienëve ka pasur fatin të ishte saktuar nga zoti Mehmeti para me Agron Llakaj. Tani zoti Llakaj do jetë në komandën time si presidenti i UFO-ve, alienëve dhe inteligjencës artificiale pavarësisht, nëse i vjen mirë apo jo. Jo tani ta sqarojmë këtë. Ka si sqaro ti vetëm më thonë. Jo, të lutem tani. Pritani. Ke ulur gonin e ke vënë në komandën e Alfred Çakos. Çfarë më lutesh po? Unë jam zënë me Alfred Çakon nga liçeni. Se më tha bota është e sheshtë. Më tha janë 12 diell. Unë i thash 2 diell janë ishin nga liçeni, i thash një diell është lart, një është që pasqyronte liçeni. Shiko tani, Alfred Çako ambulonte edhe pjesën e teorisë konspirative. Po mirë, vërë për teori konspirative, ç'po ka Se do ministri i konspiracionit ti. Ore unë një ditë do iki tani, ti je zvend presidenti i Çamarisë. Po bëhet, fal një sekondë, o tasim. Më ik nga zvend presidenti. Ne do të në një moment marrim me hekim Alfred Çakon prapë. Dëgjoj një sekondë. Falë të mbledhim ta heqim. Dëgjoj mua. Dëgjoj këtu. Dëgjoj këtu se më respekti më bëre veremi. Prandaj ka zvend president. Që kur ikë presidenti, të bëhet zvend president. Jo të vësh president tjetër ti, e deri ai kota ti. Dojmë tani një sekondë. Ore, një minutë. Unë e vendosa atje pasi me këtë Okej, ishte një gjë smerdi mirë, do të jemi pas. Këtë logjikë, për zotin jo. Se kishte shkruar edhe ai sheri. Ore, që të bëjmë jeni sheri e Alfred Çako komando gonin. Po si ta pranon do gjegja mo tasim. Lema tani mos e merr tani, kam mbaruar punë me jeni sheri. Po mos është për lot mo tasim. Le tani. Jeni Ti tani në komandon e jeni sheri. Jo. Dëgjoj. Jeni sheri se shkruajtur. Emision Budalldenj. Për kë? Tek Çako ishte tre bashkë. Po pse do ta shoh për ju? Thotë le tani ai, le të thotim ka mbaruar punë me atë. Ka i sheri dhe post. Jo, jam duke jam duke negociuar me jeni sheri. Dëgjosh tani ti se ka ndodhur ndryshime. Vet Fred Çakos ka emëruar krye episkopin e Kishës Ortodokse të Republikës Çamarisë dhe krye Manush Myftyon. Ja të them më fal. Eduard Manushin më. Kam emëruar
për krye Peshkop të apostolive Fatmir Brahimin. Fatmir Brahimin. Është nga Saranda, kishën e kanë Sarandi, po një djalë i mirë apo jo. Kemi qenë ushtar me ato, kam qenë ushtar me ato unë. Po në qamëri qa krye gjyshatë do jetë? Kemi tekjen, më kemi në qamërin, ndoshta e di, apo se di, atë jam shati ke jam unë. Po e di. Po e di morë burit po krye gjyshatë botërore. Zoti president, ande do verrim, ande do verret. Do vendoset atje. Kjo këtu do varet në ajo. Atje. Po këtu do bëj shtet këtu. Por shtetë është ki, ne do varim nga këj shteti për Dashian. Nga, pa, këtë pra që të sjarojmi. Zoti president. Ki do jetë një baba, ose dervish fillim fare. Po, Zoti president. Dervish është shërbisi... Zoti president. Babaj është i pari. Zoti president. Ka dhe të rinjat i mos. Dervisht janë shërbëtorët, poshtë. Zoti president. O, Albano, s'ma dëgjon. shko do të përjashtoj, e? Po kësha një pyetje edhe unë. Kaq llafi. E kam gati një baba. Zoti president. Po ti them ka vdek babaj. Jo, një baba. Ka gati tjetër. Baba të kje, kam gati. Ceke, një baba tjetër. Do him negociata me atë, është djali mirë. Me cekes? Jo, do him negociata. Do më të dash ta spjegova këtë. Po. Tani tek qeveria, se më the sa gjëra që kam piketuar, Elisa Pyrovali ne hoqe. Po, just se reagoja. Nuk reagoj. Atë ballukun do ta futësh në burg. Do vinë në burg, se kam fajin unë. Unë e mbrojta. Sepse ti thuaj tani do vesh në burg. Kaq. Do vesh në burg, Edi Rama të ka lëshuar tani. Do vej Edi Rama në burg? Adnan, mos mu lut. Do vej balluku. Do vesh në burg Edi Rama. Jo e dëgjove Deko. Tha do Edi Rama do vesh në burg tha. Jo, Edi Rama do vesh në burg. Ti kishe një shans balluku, unë ta kam zgjat dorën, të dyja duart bile, që hajde bëu pjesë këtu. Ta thas ja kënga. Ti vjen jashtë në Gremin, vetëm më vidim shpirti. Ato pas jasësh dorën, ato pas jasësh dorën. Vazhdoi se edhe Rion Velia, edhe Rion Velia edhe të mos harrojmë të dashur miq. Ju mund të shkoni ku të doni. Por unë ju ftoj të merrni vrapin të shkoni në Sauk, Ozon Electronics, ose të Medresea, pazari tregu elektrik, ose në Xhamlik, ose fundun internet tasim. Shuaj www.piko.pk. Kjo ofertat e verës. Jo, i keni deri në fund të verës. Deri në fund të verës. Deri në fund të verës. Edhe ose deri në fund të birrës, si Bare Çapini. Jetoni më mirë duke kursyer. Bravo. Në këtë pjesë të fundit u kërkojmë ndjes që kjo do të jetë dita e fundit që ne jemi 20 minuta shkurt, sepse sot do të jetë best, të themi, i Ferma VIP, do ta respektojmë edhe ditën e sotme. Më the që do na flasësh pak për seksualitetin. Po. Ma sero pak të shpjegoj në çështje filozofike. Jo, më thonë, më pjesën shumë shok mua, krahas humorit, duan të informacion, po unë edhe humorin e marr me seriozitet, nuk e marr me. Jo, ashtu se të takoj. Por si shpjegohet, thonë mua që vajzat çame thotë janë shumë të nxehta, janë shumë seksi, janë shumë kështu. E di që them unë, ai djalë shqiptar që merr një vajzë çame për grua, ai që bekuar na Zoti. Edhe ana sjelltas ajo vajzë shqiptare që merr një bandil si puna ime. Po bandil si puna jote lema, po ha. Na foti për vajzën. E mori mesazhin, ta thash more. Është i bekuar, po pse çka kanë veçanë? Ka furrë nxehta, çka kërkon tani? Ka furrë nxehtë. Ka furrë nxehtë? Të sistemojnë kështu. Mos më merr atë tani. Mos im tani shumë detaj. Mos më merr me atë po. Çfarë ti po ndrona? Apo imagjino? Jo fiksoj. Ike ti mendrat e tua ngelen krahas, shkon poshtë. Po do ndim na mua kam 3-4. Mos merr me atë punë. Vera. Mosha jote është ta sistemojmë në njërin ta bësh punuse. Mosha ime, si dua. O tasim. Është i filluar e kam në dorë ta bëj të martoj. Shof, faleminderit. Tasim ai duke martuar ti thua do të gjej në nuse çame. Ku ti u çapon këtij unë? Ashtu, jeton. Unë do na shikon ai vajza nga Krasi dhe krau, unë jam nga Krasi. E ka marrë në fshati Gonit. Nuk e di tani unë. Ja ka marrë kalan nga Bryla. Nuk e kisha për të bëj ndonjë kështu. Ja merre ja pret janë gjithmonë ballë. Jo, nuk e di unë atë punë. Merre një vajzë çame, ti je rehat. Ta lë gruan që kam. Jo, futën në provë një herë, shikoj si po ecën. E dashur, do marrim në një tjetër ta kemi aty në provë, një çame. Jo, do marr një për bërë diferencë. Të kuptoj domethënë se si më shkon jeta më mirë. Fal, presidenti s'kemi që bëjmë. Kjo është për me pull të kuqe në fjalë, por unë dua të di tek ajo që është shqetësimi i ditës. Sepse realisht unë bëj shumë sherr me Mondin, me regjizorin. E di si zien ore. Ore ti s'ke parë. Ka debat, ka zhvillim aty. Po çfarë zhvillim, po këta rrihen ai asnjëherë si paguan kafe, gjithmonë e paguajnë. Ka rrihen, nuk ka mundësi. Problemi gjithë është që në protest është një amalgam, një përzierje. Ka lloj-lloj rrymash, arqo-marksist, kapitalist, ka revizionist,
ka TPD-s, ka nga PS-ja, pra ka të rinj të cilës kanë asnjë kahje politike, këto partitë të reja, të cilët gjithë duan të përfitojnë ta shfrytëzojnë. Po një nga parullat që mua më ka bërë shumë përshtypje dhe më duket pak provokative, pra me një konotacion pak që nuk di si ta interpretoj. Ka qenë slogani ballit kombëtar. Shqipëri e shqiptarëve, vdekje tradhtarëve. Dhe ta duan ta kthejnë gjithë këtë revolucion në thonjza, ta vendosin që ky do të jetë slogani i këtij revolucioni. Si tingëllon për ty kjo? Kush është tradhtari në këtë mes atëherë? Jo, duhet të jem shumë i kujdesshëm në këtë pjesë. Po pikërisht, prandaj thash nga që Po ki kujdes se mos bie, tregoj kujdes. Lutem, o Albano. Jo tani këtu. Atje ka shumë ustallar dhe ustallesha. Edhe ta them ndryshe në pjesën mekësore, ka shumë ginekolog dhe ginekologe dhe mamira plot atje. Është bërë një çorba atje, o zoti i madh, mua më dhimbse. Po te protesta thotë jo te materniteti, jo vëlla, çfarë? Atje jam mbledh shumë tani. Unë si jam aty. Ata që hapin parulla të tilla, që flasin të tilla nuk duan Shqipërinë mua, duan të destabilizojnë Shqipërinë, të harrojnë këtë punë. Ata do ikin kështu siç kanë ikur shumë parti të tjera. Mos i flus sapuni themi ne. Ka që unë ça djem të rinj që kam unë, vajzat të reja që kam unë në strukturat e forumit rinor të Çamërisë. Ka dhe forum rinor Çamëria? S'ka mos e ka. Çfarë thua? Çfarë s'ka mos? Po forum gruaje? E kam dhe. Po na mblidhe njëra tjetër. E hodhe kaloj iku tani. E hodhe kaloj iku, aq llaf. Aq llaf. Le merret ustallau me atë punë. Fal. Se i thash më fal, po e mora për gjigjen. Na që unë tash Albanos pak parë thash, ke byth të thuash Rama në burg, Berisha në burg? Po unë e thash. I thash. Po. Po Berisha, ka byth të vënë protest? Shiko. Ta vërtetën tani. Ska mo tani, ska, se s'vedo se të nxjerr, o ta zë zgupthi atje. Zgupthi ta heqin. Ngre zgupthi protesta. E le tani. Nuk ka. Ky është momenti i fundit që unë Ulan Balla. I tha ta Ulan Balla. O Berisha, o Berisha, unë jam demokrati i mirë sa kam sa nuk kam artë shesë. I ka në Amerikë tani dhe rira. Unë jam votues i PD-s. Ta hoqi non gratën. Jam atje non gratën ta hoqja. Edhe votova për ty atje. Se ka thënë dhe Pilinxhi që hoqja. E ta them që bëu kryetari i Partisë Demokratike, nxirr provo PD-n, ta lër. Ta lër PD-n. Rion pension tani pas 2 vjet. Le të jetë kryetar, më në kuptim mbrapa perdes. Më fal. Çfarë thua Klodi? I merrin të keqen Sali Berisha, se është antar i Këshillit Kombëtar Klodi, ai që na vë mikrofonat. Tani çdo bëjnë tani. Ore ti, çmendoria. Po presion dasimi tjore, qero. Tani o ska lidhje kë presionit. Unë ja kam thënë tani non gradën. Shpëlimi detor zbrit tash. Nuk e di po non gradën ti ja kanë heqja se kanë hequr unë e nxora, e thashë, komunikova me zoti president. Do të flasi vlla se jemi në fund të minutës. Ja dole vllati ti, djali i tasimit në moshë. Në kuptimin vllazëror. Shqiptar si burra. Ne jemi 3 burra që paça. Nes kafe azera atëra dhe nuk kanë nevojë bariste bën vetë. Hajde rruaj zoti o djalë. Çiku të ftohet zoti kaq. Nuk të japim sepse jemi në mama, se është demokrati ajo. Te mama do ditë dëgjoj më këtu. Jo, do t'i çosh të falë. Jemi 3 burra që ai e ka humbur babain para disa vitesh, ti e ke humbur babain dhe unë babain nuk gjallë kam, po kam kohë që kam jetuar me të. Nuk është baba. Nënat i. Ajo është heroina e mama jote. Mirë, aty do të kemi nënat i kemi të shenjta. Kështu që dua të betohesh për nënën se e di që ke të shenjtë, për pyetjen që do të bëj do thuash të vërtetën. Po. Beto, thuaj për kokë të mamas. Për kokë të nënës. Tani, siç na the pak më parë, ata të kanë bërë dëm që të kanë tregur fizikisht dhe në mënyrë figurative, po dhe fizikisht, që ku bëre gjithë këto vite. Por po të t'jepej mundësia me ndonjë nga këto rregulloheshe. Nuk e di, varet nga motori që mund ta futa. Unë motorin kam gati, kam vajisur, kam ndruar vajin, fasho pistona, gjitha gjëra kam gati. Dakor? Më kuptoj si tash tani. E kuptoj. Atje varet nga ustallesha. Se ne çamrit jemi të vështirë, ne po ram dashuri bie brenda. Kjo protest, i thonë revolucion, do ndizet më shumë, do ri kështu siç është apo do shuhet fare? Shiko, dhe ti vëm kapak. Ta them mund tani. Tani po vetëm që me qetësi mendoj që mos dalë. Jo, mendova. E kam të mirë menduar. A që të janë tredhur. Po. Unë ngelem te kjo. Këta i kanë vënë sloganin Shqipëri e re. Shqipëri e re. Ashtu. Nuk e duan, e ka sfumuar. Mendojmë që të dalë mirë, tutem. Dalin parti. Një do flasën avure vere një diell i ri. Tani. Një diell i ri, prapë. Nëse këta nuk ndërtohen lidhje bashkëpunimi me Donald Trumpin, me rendin ri botror, ikët. Atje edhe Edi Rama është lojtari Donald Trumpit, o usallar, kuptojnë këtë punë. Me shket. Janë të thella këtë punë. Do donim shumë dhe rini me të lafosësh me tasimin dhe me ëndrat e ti që shë hapur. Kushtë të flasësh sot, Breziri. Por sonde është, qa ishte post ferma?
është post ferma. Post ferma dhe jemi minutazh të limituar se Tasimi nxjerr vetëm perla nga goja, ne të falenderojmë që vjen në studio, sinqerisht pavarësisht se ti vjen me pagesë. Po ju shikoni ndeshjen, po desh. Por kështu domethënë, ju urojmë natën e mirë. Ishte gjithçka, fundjavë të bukur paçi. Edhe mos harroni, ëndra janë, bën vaki dhe nuk dalin. Jo, avashtja. Tani Ato mbaj për veten tënde ti. Unë ju falenderoj. Koha po flet për ne. Kajt bi unë. Falenderoj të dyve dhe zoti Bekov, të bekuar jeni. S'keni. Kajt llafi. Kajt llafi. Natë e mirë.